Yjet më të pasur dhe për nga përkufizimi më të lezetshëm britanik në moshën 30 vjeç janë zbuluar dhe ka disa sasi marramendse pasurie në duart e tyre. Lista vjetore të pasurve në 30 vjeç e revistës Hit e vendos muzikanten shqiptare britanike Dua Lipa në vendin e parë, por ka shumë të tjerë në listë që janë pjesë e saj dhe disa për të cilët ndoshta nuk do të kemi dëgjuar ende. Pasuria prej 129 milion pound e Dua Lipës e la atë shumë larg në krye përpara yllit të Spider-Man Tom Holland, i cili ka një pasuri prej 35.7 milion pound. 5 të parat në listë plotësohen nga këngëtari Luis Capaldi me 35 milion pound, aktoria e Stranger Things Millie Bobby Brown me 24 milion pound dhe çifti i reality show-t Molly and Mahog dhe Tommy Fury me 22.1 milion pound. Për para se të nënshkruante kontratën e saj të parë diskografike, jeta e Dua Lipës ishte mbushur me punë të zakonshme dhe siç e pranoi vetë ajo, veçanërisht fitim prurse. Ajo punoi në shitje me pakicë si asistente dyqani, si hostes në restorantin meksikan La Bodega Negra në Soho dhe madje si pritse të porta në një klub nate në Mayfair. Përvojën e fundit ajo e kujton si të tmerrshme dhe as pak të këndshme, siç e pranoi vetë në një intervistë me Evening Standard në vitin 2016. Sepse i gjeti veten të detyruar që të refuzonte njerëzit për fshirë miqtë e saj për arsye banale, siç është veshja e atleteve. Në nënshkrimin e kontratës me Warner Bros Records UK në vitin 2014, shënoi fillimin e një faze të re në jetën e Dua Lipës. Vitin pasardhës në 2015 u publikua kënga e saj debutuese New Love, e cila i parapriu publikimit të albumit me të njëjtin emër në vitin 2017, një vepër që mori menjëherë vlerësime të ngrota nga kritikët e specializuar të artit. Megjithatë, ishte albumi i dytë Future Nostalgia, i publikuar në vitin 2020, që i dha një shtys të vërtet karrierës artistike të Dua Lipës. Ky album jo vetëm që e tejkaloi paraardhësien e tij për sa i përket vlerësimeve nga kritikat, por kënga e tij kryesore, Don't Start Now, arriti gjithashtu numrin 2 në listat prestigjioze të Billboard, duke u vendosur si triumfi i saj më i madh komercial në Shtetet e Bashkuara deri në atë kohë. Ndikimi dhe prania e Dua Lipës në top listat e muzikës përforcohet më tej nga 5 këngë të tjera nga njëjti album. Kësaj i shtohen disa bashkëpunime me një honë të madhe, përfshir hyrjen e saj në botën e kinemas me një këngë për kolonën zanore të filmit Barbie, një film në të cilin ajo shfaqet edhe si interpretuese. Puna e saj më e fundit, albumi i tretë i titulluar Radical Optimism, vazhdoi në këtë rrugë suksesi duke krijuar këngë me ndikim të lartë si Houdini, Training Season dhe Illusion, të cilat riafirmuan me forcë rolin e Dua Lipës si një protagoniste e padiskutueshme në skenën bashkëkohore. Ndërsa muzika e saj është ngjitur në top lista, Future Nostalgia Tour i ka çuar fitimet e saj në një nivel krejtëri. Turneu ka nxjerrë fitime mbi $40 milion vetëm në Shtetet e Bashkuara dhe në Kanada. Sipas Billboard, pjesa e parë e turneut shiti 394.000 bileta, një rritje prej 346% krahasuar me turneun e albumit të saj debutues. Të ardhurat bruto për shfaqje ishin gjithashtu shumë të larta, duke arritur një shifër marramendse prej 1.479%, thënë thjesht, arritën shifra të shmendura. Përveç të ardhurave të drejtpërdrejta nga muzika dhe turnet e saj, Dua Lipa ka kultivuar një aktivitet fitimprurës si mbështetëse e disa prej markave më prestigjioze në botë. Ajo është fytyra e markës së parfumeve Libre të Yves Saint Laurent dhe ka bashkëpunuar me Evian dhe Puma. Sikur të mos mjaftonte kjo, ajo nënshkroi dhe 3 koleksione për Pepe Jeans dhe lançoi koleksionin La Vacanza në bashkëpunim me Donatella Versace. Sipas vlerësimeve të Celebrity Net Worth, e gjithë kjo punë e palodhur dhe talenti pamohueshëm janë shpërblyer pasi pasuria neto e Dua Lipës, siç u përmend tashmë, ka arritur shifra të frikshme.